Shëndetje nderuar. Përshëndetje. Ndërkohë me neve në studio është edhe Bart Ameti nga PSD. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Kemi parë këto zhvillimet, themi është një zinxhir zhvillimeve që ka filluar me 15 prill dhe po vazhdon ende sa përket seancës së kuvendit. Edhe sot vetëvendosja me emrin e njëjtë për krye parlamentar, ndërkohë që opozita nuk ka ndryshim të qëndrimeve. Po, kjo është në vazhdën e një qëllimi politik mbrapa kësaj maskarade procedurale politike që është duke ndodhur që sa në kuvend. Ai qëllim është që të provokohen zgjedhje të reja dhe të mos ketë konstitutim as të kuvendit, as të qeverisë. Për shkallë zgjedhje të reja, sepse mendohet, sidomos prej lëvizjes vetëvendosje, që rezultati i zgjedhjeve të fundit ishte një lloj aksidenti ku popullata dhe votuesit aksidentalisht nuk e votuan në shumicë absolute vetëvendosin përsëri, sikur në vitin 2021, dhe tash i mundohen që nëpërmes një viktimizimi politik të provokohen zgjedhje të reja, duke e akuzu partitë të tjera për bllokim ose mos bashkëpunim. Të jemi qartë, Republika e Kosovës është republikë parlamentare, sistemi jonë zgjedhor është sistem parlamentar, ku proporcional, ku do të thotë që partitë duhet të bashkëpunojnë me partitë tjera, duhet të krijohen konsensuse. Arritja e numrit të përshumicë të zgjedhjes së kryesuesit të kuvendit nuk mund të ndahet në mënyrë artificiale prej numrit të shumicës për zgjedhjen e qeverisë. Nuk ka logjik që kuvendi të ekzistojë ndërsa qeveria të mos ekzistojë. Këto janë krejt pjesë e një pakoje konsensuale që partitë politike duhet të afërmojnë. Por e keshëm sot një deklaratë një prej deputatëve të lëvizjes vetëvendosje, ku tha që i kemi numrat për qeverin, por nuk arrim të bëjmë numrat për kuvendin, për kryetarin e kuvendit. Si mund të shpjegohet një gjë e tillë? Kjo është një mungesë bazike e deklarimeve politike, mungesë bazike logjike e deklarimeve politike. Jemi mësuar që të ndëgjojmë tautologji të njëjta prej fatkeqësisht prej partisë në pushtet. Duhet që partia e parë, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, në bazë vendimeve të gjykatës kushtetuese, i takon propozimi dhe mandatari domethënë kryesuesi i kuvendit, mirë po kja duhet të arrihet nëpërmes një marrëveshje politike, nëpërmes një konsenzusi politik, ashtu siç është e ndërtuar fundamentalisht Republika parlamentare në të cilën ne operojmë, kur duhet që të ketë një lloj mos respektimi të këtyre rregullave bazike me të cilat qeveria dhe parlamentarizmi jonë funksionon, atëherë kemi një lloj devijimi të tillë, e cila edhe njerë po thamë bëhet për qëllime politike. Po, ne pam edhe zotin Murati, i cili vetë se tha, dallojnë ekzekutivi prej legislativit. Kjo është e ditur mbotërisht, por si është e mundur që një parti politike mos një pas votat për kryetaren e kuvendit që përdojnë me bo Albrin Haxhiu, kurse për qeverin i kanë. Kjo është tashmë e qartë. Na kena thonë para më shumë se 2 javësh që qëllimi vetëvendosjes është që po dënë me bo pazar, mirë po me hek prej pazarit kryetarin e kuvendit Kosovës. Edhe këto dje konfirmoj në një emision në KTV, nëse nuk ka bëj deputeti Dim Albasha, i cili tha pazarët tha i bojna për postë qeveritore. Për kryetarin e kuvendit tha s'ka pazar në ata neve. Pra është duke shku me qitë qasje që ne nuk jemi të interesu me bo pazar për kryetarin e kuvendit. Sigurisht që këtu pastaj ki mos pajtime me potencialisht nismën ose dika prej deputetëve të minoritetëve, për shkak që ata janë të interesu me pos negociata për secilën pozitë. Fatmir Limaj tashmë është e ditën që i ka shprej dëshirat ose vullnetin e tij për me qenë kryet kuvendit Kosovës, mirë po dhe nëse nuk e merr atë pozitë, ai është i gatshëm me përdor si karrem për me negociu për ministri.
Në anën tjetër, unë sot mëngjes e posh një lajm, do më thonë lajmi parë që e posh, keq që policia ka ndërhyjë në Zveçan, në një prej këtyre zyrave paralele, edhe për mu ka e kjarë që nuk ka vota. So herë të shihni, gjatë konstituimit të kuvendit ose qeveris, lajme, që ose ka një fërkim me strukturat paralele, ose diçka me Serbin, ose si që po për 2 herë tjera në rastin me oligarkët, me Devolt, dine që këta nuk i ka numrat, sepse janë duke tentu me tërhek vëmendjen dikon tjetër. Pra, për 4 vite mandat, Donika Gërvallës dhe Albin Kurtit nuk i kishon men që Shkëlqim Devolli është konsul deri në Maltëzi. Kur e përmendu Donika Gërvallën, më kujtua Nait Hasani, cili teksa po hynte në Kuvendin e Kosovës, tha unë nuk e votoj vetëm Donika Gërvallën dhe Albulena Haxhiun, që bie në rast është emri Fatmir Limajt, zoti Nait Hasani, deputati i Partisë Demokratike të Kosovës, edhe mund të dalë kundër vullnetit të partisë. Për binjën tem, vetëvendosja nuk është interesume me hi as në këso negociata, është interesume me shpoll kandidatin e ti dhe me thonë ju jeni të obligu me votu këtë kandidat. Por është një qasje që nuk janë hapësirë për negociata me asnjë prej subjekteve tjera politike. Edhe për analizën që e kemi bo, Albulena Haxhiu është pikërisht figura që vetëvendosës i përshtatët në krye të kuvendit. Pra këta kanë me pos polemika të vazhdueshme, që kanë pos për 4 vite mandat, këta kanë mu përpjek që dhe në mandatin e ardhshëm, me pos polemika të tilla, dhe Albulena Haxhiu e dim që është personi i duhur, ma i duhur në fakt vetëvendosë për këtë çështje, ka dështu në Ministrinë e Drejtësisë. I kemi po krejt ligjet që janë propozu për Ministrisë Drejtësisë, janë shpoll antikushtetuese, dhe është dështim absolut. Pra, Albulena Haxhiu në 4 vite mandat është dështim absolut. Në anën tjetër, ajo që ka ditë me bo mas mire, dhe për gjatë tyre 4 vite, është me i sulmu opozitorët, me sulmu gjykatën kushtetuse, me i sulmu prokurorët, mediat edhe së cilën që ka qenë gati me i shprej këto shkelje kushtetuse që kjo ministre i ka pas. Në fakt, po, sot Lidhjen Demokratike të Kosovës, se le tanë që janë duke përgatitur një kallëzim penal për ministrat të cilët përmbajnë pozitat që sipas tyre janë të jashtëligjshme. A mendoni në fakt që është e drejtë kjo që LDK tenton ta bëjë? Po, shkelje dhe se kjo është bërë me vedije prej anës së partisë në pushtet, edhe njerë nëse provokohet një kallëzim penal, i cili është kallëzim i drejtë, sepse është shkelje ligjore, në këtë rast nuk mund të ketë në bazë ligjit të ri edhe pozicionin e deputetit, edhe të jetë pjesë e qeverisë. Në këtë rast, domethënë, është një ftesë e hapur për një situatë e cila duhet të dërgohet në tek organet e drejtësisë. Dhe se ky lloj kallëzimi penal do ta stërzatë edhe më shumë çështjen e themelimit të kuvendit, konstituimit të kuvendit dhe të qeverisë, dhe se do të prolongoj edhe më tepër gjatë krejt kësaj periudhe të prolongimit. Se thoni prolongim në rast se ata vetë se janë duke i mbajtur jashtëligjshëm pozitat, mund të mirët vendimi shumë shpejt në rast se ka efektivitet në këtë rast. Po mund të mirët vendimi, mirë po... Dhe nuk po thonë që do të qenë në gjykatën kushtetuese, po kallëzim penal në prokurori, po çka duket se ka vepër penale. Nuk është problemi është që këtu është duke u mundu nëpërmes eskivazhave politike, procedurale, që të kontrollohet narrativa për situatën aktuale. Ne jemi viktim, ne jemi nëse shpallën të fajshëm që i kanë bërë shkelje, ne jemi viktim të gjykatëve të korruptuar, nuk për në lajnë të zgjedhin kuvendin, e kështu me radhë. Domethënë është duke u luajt një lojë që të kontrollohet narrativa e viktimizimit politik të vetëvendosjes në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të ketë një reagim popullor ndaj këtij padrejësie që është duke u bë vetëvendosjes. Po kë kallëzim penal i mundshëm, sipas tush është veprim i duhur në kohën e duhur nga LDK-ja apo nuk do të bëhet aktualisht? Po, është në vlerësimin e LDK se a dëshirojnë ta bëjnë këto apo jo, mi po çka do që të ndodhë me anë të këtij kallëzimi penal,
narrativa mbi këtë kallëzim penal dhe mbi çfarëdo gjykimi që do të mund të jep gjykata do të jetë e tillë që të shfrytëzohet për një viktimizim politik që ne nuk po lejohemi që të funksionojmë dhe për këtë arsye na nevojitet një mandat më i fuqishëm prej popullit. Po, apo shkon drejt finalës ky viktimizimi politik, a ka me marrë fund apo a do të arrihet edhe një herë 50+%? Qërë për binjën tonë, rezultati zgjedhor ka qenë rezultat pozitiv për partitë që dje kanë qenë opozit. Unë e di që shumica prej tyre pritet i kanë posë më të mëdha dhe janë dëshpëruar për këtij rezultati, po për neve si PSD ky ka qenë mundësia e ortë. Nëse për 4 vite nuk i kemi posë votat me rrezu kurtin, përkundër që këto parti qoftë PDK, qoftë LDK, qoftë AK na kanë thonë që ne jemi gatshëm me bë gjithçka për me largu kurtin sepse është i rrezikshëm, sepse na ka shkatruar marrëdhëniet me ndërkombëtar, sepse është duke bë dëm, është duke e shtri autoritarizmin, pra kanë thonë që është lider autoritar, duke po rezultatin, kjo ja u ka mundësu këtyne partive që këto me bon një koalicion, një marrëveshje, edhe me formu qeverinë e re. Shqetësimi jam është që as partitë opozitore nuk kanë interesim këtë drejtim. Pra ishdo është minimalisht një marrëveshje politike ku këto zotohen që pas vendosjes së kryetarit kuvendit që sipas gjykatës kushtetuese i takon partisë të parë, atëherë këto do të kalojnë në hapin e dytë drejt themelimit të një qeverie. Pra propozimi jonë dhe besimi që ka duhet me bon këtë situatë, kish me qenë që këto parti me formu një koalicion qeveritar, një marrëveshje politike që ka qenë marrëveshje e Vlanit, besoj ju kujtohet që ka qenë edhe para themelimit të institucioneve, që këto parti e bojnë një marrëveshje politike dhe pas se që të zgjedhet kryetari, kalojnë 15 ditë që i takojnë. Marrëveshja e Vlanit ka zgjatur dikun 4 muaj. Po. A mundet, a ka rrezik që qaj skenarë më u përsërit pas vendimit gjykatës kushtetuese për binjën tonë kjo ka kalu, sepse tashmë është një vendim i cili dihet që kryetari i kuvendit i takon partisë të parë. Dhe kjo i ka hap rrugë, pra nuk ka mundësi që vetëvendosja me bloku ma shumë këtë proces, sepse i ka veç 15 ditë deri tek themelimi i qeverisë të re. Po ne në fakt kemi pa deklarime të partive opozitare që kanë ngëllishmëri për me bë një qeveri të opozitës. E kemi po veç deklarimin e PDK-s dhe TAK-s, ndërkohë që LDK-ja dhe sot Lumir Abdigjiku duke u fut në seancë, ta që ne kemi zgjedhur me vazhdu me qenë opozit. Mirë, po, e kemi pa këtë çështje të LDK-s, por ne kemi hapin kryesor, nuk po mundemi ta bëjmë kreun e kuvendit për me vazhdu tutje. A duhet dikush nga opozita në këtë rast që ta lëshoj perin dhe thot po, okej, votoj edhe Albulena Haxhiu. Jo, për binjën tonë, votimi Albulena Haxhiu të ishdosh me u bo veç në një situatë, ku ka një marrëveshje politike, që pas këtij votimi, atëherë ne kalojmë në themelimin e qeverisë të partive që dje ishin opozit. Nuk ka asnjë kuptim që m'ia votu kryetarin e kuvendit, lëvizjes vendosje, edhe me vazhdu me pas kryeministër Albin Kurtin. Nëse jemi në një situatë ku duke e përfshi edhe nismën e cila qysh në fillim ka deklaru që me hapur është për një koalicion me partitë opozitare, mirë po është në një situatë ku rrezikon mos kalimin e progut eventual në zgjedhjet e ardhshme dhe rrezikon që kërkush mos me morë në koalicion, atëherë nisma ka përfunduar. Një prej fojeve, nëse mund të themi, që nisma sot po përfundon në lëvizjen vendosje është edhe i këtyre partive opozitare, cilat nuk e kanë pas një marrëveshje politike që e mbon nismën anën e tyre. Pra ishtë dosh me pas një iniciativë tyre në që e kishë sjell një marrëveshje tillë. Po, kërkesa që opozita të formojë qeverinë është e njëjtës logjik që me patjetër duhet vetëvendosja të fitojë mbi 50% dhe të krijojë qeverinë e vetme. Edhe njerë, sistemi parlamentar në Kosovë është parlamentar proporcional. Partitë opozitare janë partitë të veçanta, nuk janë një blok i përbashkët ku karakterizohen me një qëndrim politik. Secila prej partive opozitare ka votues të vetë, ka historinë, ideologjinë e vete politike dhe nuk mund të trajtohen të gjitha, domethënë nëse ne e përdorim që okej, tash partitë opozitare, ne po luajmë me të njëjtin logjik totalitare, gjithëpërfshirëse, të cilën e ka lëvizja vetëvendosje. Sistemi jonë është parlamentar. Partia e parë, e cila është vetëvendosje, duhet të mundohet që të negociojë me partitë të tjera
me ato që ka mundësi të negocioj për të themeluar qeverinë. Dhe se nuk duhet opozita ta merr barrën e dështimit të partisë në pushtet për të krijuar qeveri. Do të thotë duhet të respektohen rregullat e lojës, të mos luajmë me sisteme. Po nëse partia më e madhe nuk po arrin që ta zgjedh kryetarin e kuvendit, atëherë i bie që kjo situatë të zgjas nëse nuk kalohet tek opozita. Kjo situatë zgjat derisa të kalohen afatet kushtetuese për të zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, mandej jemi në një krizë të re ku duhet ose të shkohet në zgjedhje tjera ose të shkohet në zgjedhje tjera sepse nuk ka opsione tjera. Unë besoj që ajo që apo e thot është e saktë dhe i zhdosht me pos mundësi për bashkëpunim në mes të partive politike. Na kena po në Kosovë që ka pos rivalitet të jetë malë, ka pos akuzat ndryshme në mes të PDK-s dhe LDK-s dhe kam përfundu në koalicion bashkë. Mirë po në momentin që ti thu, Albin Kurti është autoritar, se cilat dere bashkëpunimet me të përfundan. Pra nuk i zhdosht as me leju diskutimin me një subjekt ku ti beson që udhëhiqet nga një lider autoritar. Nëse ti beson që Kurti për 4 vjet ti ka shkatru marrëdhëniet me ndërkombëtar cilat i ke kriju për ma shumë se 20 vite. Nëse ti beson që Kurti e ka tendencën me kontrollu krejt shtet, sepse i kemi po dhe vendimet e gjykatës kushtetuese sa kanë dalë, qoftë PDK-ja, qoftë LDK-ja, qoftë AKK-ja na kanë thonë që kjo është tendencë për me kap shtetin, për me kontrollu shtetin. Nëse ka tendenca tilla, Kurti e ka mandatin mbi 40% të votave popullore dhe pa ma parasysh se pëlqen apo nuk pëlqen, nuk mundesh nëpërmes një gru shteti ta zojmë të piderës mbrapshme me ndërkohë që totalisht është demokratike, nuk ka ma demokratike se sa me votën që e kanë marrë pi popullit Kosovës si shumicë artificiale. Po nuk është as pak artificiale. Është artificiale. Pikërisht që ky kryeministër Kurti na ka thonë që ky është referendum, ose më japni 50% ose vin këta në qeverisje, atëherë është mundësia që këta me orën qeverisje. Nëse ti më ke thonë për 4 vjet, unë kam e bë gjithçka me largu Kurtin, sepse është jeti dëmshëm për Kosovën, unë nuk isha mërzit. Por a ka bërë gjithçka opozita, a ka bërë gjithçka opozita për me largu Kurtin? Absolutisht jo, ka qenë opozita, në 4 vite mandat ka qenë e pamjaftueshme. Mirë po janë arsyetuar në mungesë të numrave. Sot cili është arsyetimi i opozitës? Sot i ka numrat, kanë mundësinë. Absolutisht është guxime. Për mua është tejet e frekshme me një liderin e LDK-s, duke thonë që unë rri në opozitë sepse partia mundet me u dëmtu. Jo, më nuk i zhdosht me po interesin e partisë para interesit shtetit. Nëse ti po më thu që Kurti është lideri më i rrezikshëm në Kosovë, edhe po lën me udhëheq Kosovën, atëherë këtu ka një problem, sepse çka duhet ty partia nëse jetë duke e lënë shtetin në dorën e një lideri të rrezikshëm, sepse tashmë nuk është PSD-ja, nuk është një studio televizive. Këto parti politike janë vetë ato që kanë deklaruar që Kurti është lider autoritar dhe të cilën duhet me rrezu me çdo kusht. Atëherë, kjo është mundësia, kjo është qytetari i Kosovës ja ka dhënë një mundësi ideale këtyre partive që me formu qeverinë duke e lënë jashtë Kurtin. Në ndërkohë që mujt shtoj që kja gjuhë është gjuha e vetëvendosjes. Këto janë Partia Socialdemokrate. Ka parasysh është logjika e njëjtë e mendimit. E cila arsida me prit derisa ti bën LDK-ja 50% për me bërë qeverina? Me prit se cila parti që dele para duhet të formoj e ka obligim kushtetues me formu absolutisht nuk është obligim kushtetues, është ai që i ka 69 vota. Është e qartë interpretimi kushtetues. Jo, më nuk është luftë mes mirës edhe të keqes. Luftën mes mirës edhe të keqes e kanë bë vetvendosja, edhe luftën mes mirës edhe të keqes është e përcaktuar me vetvendosje. Nuk ka asnjë, nuk e di çysh mund dashmi i thonë një parti politike bashkëpunon me vetvendosjen. Po ne është absurde. Dikush që del ditën e zgjedhjeve pas përfundimit numërimit votave dhe thot këta hajvanate edhe bën ofendime tilla, edhe i cili që kjo është një nga arsyeve kryesore që LDK-ja nuk i ka shkotën ta kenë. Në fushat zgjedhore ka pas deklarata matrona në fushat zgjedhore, ka thonë kur që do artrokosin këta
po qytetarët nuk po duar të rëkosin se po i dojnë. Ka pasur edhe deklarata ku kanë thënë që Albin Kurti është njeri i Serbisë, ka qenë pikërisht zoti Haradinaj. Po nuk ish dosh me shkuti në koalicion me njerin e Serbisë nëse ti po beson që është njeri i Serbisë. Ndërkohë që Adem Hoxhën e mori pikërisht zoti Haradinaj brenda Absolutisht lista serbe. Për mu nuk ka asnjë kuptim që nëse ti ki ndarje kaq të madhe, nëse ti beson se e thash edhe më herët, nëse ti menon që ki kundërshtar politik, ki dallime me të, ki deklarata të rënda që ka pas për DK-ja, ka kuptim. Mirë, po në momentin që ti cilëson dikën si autoritar, ato mbyllet çdo mundësi e bashkëpunimit. Nuk ka pushtet në botë, ku ka pas nuk ka pushtet autoritar në botë që është rrëzu prej një subjekti politik. Pushtetet autoritare rrëzohen prej bashkimit të bllokut opozitar, shumësisë çështjeve dhe vije në shprehje mundësia për me rrëzu. Nuk ka asnjë pushtet cilën rrëzon një lideri vetëm ose një parti vetëm. Ndërkohë që kemi pa që zotri Albin Kurti gjatë këtyre seancave të fundit të Kuvendit të Kosovës asnjëherë nuk është ndalur që të deklarohet për media, njëjtë ka vepruar edhe sot. Shohim pamjen e cila ka ndodhur sot dhe kthehemi në studio. Kolegët tanë gazetarë në një formë proteste kanë shprehur pakënaqësinë saj përkat mos deklarimit të zotrit Albin Kurti saj përkat zhvillimeve të fundit politike. Bardh Adrian për binjën tam kështë vazhdarë, mendova se për binjën tam, ju as pak heq për atë pjesë, nuk besoj që jemi ngarë, mund të kush për flasë për që ata mora fjalën. Për binjën tam ka qenë një aksion simbolik shumë i mirë i gazetarëve, unë besoj që jo veç tash që nuk po flet, po për 4 vite mandat qeveria e Kosovës, ministrat, kryeministria kanë qenë të mbyllura për media. Madje na kena pas një aksion ku e kemi atë pjesën e parë qeverisë me ngjyrë të zezë, sepse ka qenë terr informativ. Do të thonë kur nuk e posti qeveri, e cila nuk i është përgjigj gazetarëve, na nuk e kena ditë as për sidomos për çështjen e dialogut, ka qenë tërësisht terr informativ. Sikur krejt qeverit për çështjen e dialogut specifikisht të gjitha. Unë besoj që edhe prej komunikimeve që i kam pas me kolegë tuaj dhe që kemi raporte. Po që ka pas gjuhë të ashpër, karshi gazetarëve edhe gjuhë të ashpër, po as nuk ka pas, domethënë sa që është bërë një pyetje tepër rrallë që mujt me marr përgjigje, qoftë prej zëdhënësit të qeverisë, qoftë prej zëdhënësve që kanë qenë në komentuar pyetjet se sa qendën vet përgjigjet. Zoti Kurti asnjë fjalë nuk ka thënë jo vetëm teksta ka dalë prej Kuvendit, por që gati një javë po bëhen, prej kur ka nisur çështja e konstituimit të Kuvendit, asnjë fjalë. Po është edhe kjo një tentim për kontrollim të narrativës, edhe një herë qëllimi i fundit politik mbrapa këtyre mosmarrëveshjeve procedurale është që të provokohen zgjedhjet e reja, atë që e thash në fillim, si duket partia në pushtet nuk është ndohë e kënaqur me këtë rezultat të zgjedhjeve dhe se kalkulon që nëpërmes një stërzgjatje të tillë ku mund të luajë rolin e një viktime politike ndaj partive tjera, ato që po thot kolegu im pikërisht është gjuha të cilën e i nevojitet vetëvendosjes, që të gjithë të tjerët të futen në një kosh, ata dhe ne, është gjuhë e cila ata dhe ne, a ka të bëjë me partitë politike apo me shtetin? Nëse përdoret një gjuhë që ata dhe ne, këtë gjuhë mas shumë të i shkon për shtati vetëvendosjes. Edhe njerë, Republika e Kosovës është republikë plurale, parlamentare, ku funksionojnë shumë parti politike, se cila parti politike ka identitet, ka histori, ideologji të vetëm politike, dhe se cila nga këto parti duhet të mundohet që nëse vjen në pushtet, të vjen nëpërmes një procesi të rregullt demokratik. Vetëm kështu zgjidhet kriza, jo me bloqe. Të sqarohemi. Përgjegjësia kryesore për bërjen e kryetorit po, por jo patjetër lëvizjes së vendosje i takon përgjegjësia kryesore për me bërë qeverinë. Nga që pikërisht ka vendim të gjykatës kushtetuese në vitin 2021, ku thotë që partia e cila ka 61 vota plus. I jepet 3 herë mundësia e lëvizjes së vendosje. Kjo
nuk specifikohet, mirë po ka ndodhur. Po. Zoti tha që ka takuar 3 herë zotin Albin Kurti për ta marrë mandatarin. Në rast nuk ka vullnet, i vije partisë e cila deklarohet që i ka 61 vota. Dhe këtu është procesi hapur. A nuk është përgjithësi e njëjtë për gjitha partitë cilat kanë dalë, kanë kërku votën? Nuk është përgjithësi e njëjtë, sepse përgjithësia e parë i takon partisë së parë. Po, e kemi të qartë. Mandej, nëse ajo dështon të kalon tek partia e dytë. Në rast se partia parë ka bllokuar për momentin situatën. E ka bllokuar situatën, po është edhe ne po tham, qëllimi nuk është që të gjenden zgjidhje praktike. Qëllimi është që të krijohet një lloj konfrontimi mes atyre dhe neve, mes të mirës, drejtësisë dhe korrupsionit dhe të keqës. Këto janë narrativa politike e cila është duke mundu më ndërtu. Dhe se ne do të ikim për kësaj narrative politike. Ja ka dhënë votën, është e vërtet. Dhe nuk ja ka dhënë 500.000 vota sa ja kërkuar. Sakt. Mirë po, qëllimi i medjave, qëllimi të gjithë neve është që ta dekonstruktojmë këtë logjik e cila është mbivendos në logjikën politike në Kosovë. Logjika, do më thonë, që ne ose me patjetër duhet të kemi pushtetin, ose të tjerët janë të gjithë të këqi. Ose të tjerët të bëhen të gjithë së bashku dhe të arrëzojnë të keqen tjetër. Me të keqe dhe të mira nuk mund të funksionohet në një demokraci parlamentare ku ka opinionet të ndryshme, ku duhet të gjendet konsensusi dhe duhet të gjendet rruga e mesme e përbashkët për të qeverisur për të mirën e vendit. Po, Bardh, sipas teje, pse vetëvendosja nuk po heqë dorë nga emri Akbelina Xhiut për krye parlamentare, duke pas parasysh që tashmë është e qartë që partitë opozitare janë deklaruar që nuk do ta votojnë si emër të krye parlamentarës? Është e qartë, vetëvendosja është duke llogarit në shantazhin ndaj subjekteve politike pikërisht për këto që po thot Ardiani, për shkak të rezultatit që e ka pasur dhe për shkak të frikës potenciale tyre me shkuën zgjedhje. Për bindjen time kjo është totalisht e gabuar. Rezultati zgjedhor na ka treguar që ky diskurs i vetëvendosjes ka pas kuptim deri në vitin 2021. Zgjedhjet e vitit 2025 na kanë dëshmuar të kundërtën, vetëvendosja ka ramje. Dhe më thonë që ky diskurs vetëvendosjes nuk është duke i funksionu, sepse ka funksionu në kohën kur vetëvendosja ka qenë ashtu që u tha e pa korruptuar, sepse s'ka pas pushtet. Mirë, po sot vetëvendosja vjen prej një pozicioni krejtësisht tjetër. Sot vetëvendosja është subjekt e cila ka afera korruptive të pafundme. Edhe nuk e ka as superioritetin moral, cilën është mësuar me pasur që ka diskutuar me subjekte tjera politike. Pra sot nëse zgjedhjet e reja, zgjedhjet i kanë konvenuar vazhdimisht vetëvendosjes, zgjedhjet sot më spaku i konvenojnë vetëvendosjes, sepse ka ramjen më të madhe. Sot i ki partitë politike që dje kanë qenë opozitë duke pas rritje dhe duke pas mbështetje popullore pikërisht për shkak se një pjesë e votuesve të vetëvendosjes ka hequr dorë nga Kurti. Edhe unë besoj që me një rezultat që ka qenë rezultati i zgjedhjeve të fundit, ku tashmë është e qartë që Kurti nuk e ka mundësinë me marrë 50%, kjo është krejtësisht në favor të opozitës. Madje edhe në matjet e fundit të opinionit publik, nëse i keni po, ka ramje të vetëvendosjes. Pikërisht nga një institut i cili edhe Radio Dugazhini i merr matjet, e që është më i besueshëm në Kosovë, edhe vetëvendosja ka ramje. Dhe me thonë është një situatë ideale për opozitën. Në anën tjetër ajo që po thot Ardiani, unë e kuptoj, edhe unë isha konë dakord nëse kishim pas të bëjmë me një subjekt politik normal, me cilën ka mos pajtime ideologjike, konceptuale edhe e kësha pas qetësinë e njëjtë. Unë jam të shqetësuar që kemi të bëjmë me një subjekt politik që tenton me kontrollu çdo gjë. Mundi me po edhe këto ditë, derisa nuk i ka numrat, po vazhdon me kopjet e institucioneve. Po Nora Kelmendin, e cila ka qenë këshilltare e Kurtit, duke u dërguar në AKP. E po Mirsad Shkretën, që ka qenë deputet mandatin e kaluar në qendrën spitalore të Kosovës, është duke vazhdu që secilën mundësi që e ka, mi vendos njerëz të vet dhe mi kontrollu. Këta që nuk kanë arritur që të bëhen deputet në fakt. Absolutisht. Po në ndërkohë në këtë situatë ku kemi një parti të madhe e cila nuk po arrin që të konsolidojë kuvendin. Në anën tjetër kemi një opozitë e cila kundërshton çdo gjë që thotë partia e madhe, por që nuk janë të bashkuar mes vete në mënyrë që edhe të krijohen ndoshta një qeveri e opozitës, cila do të ishte zgjidhja e
Për bindjen tonë, zgjidhja është ajo që e thash më herët, pra është opsioni vetëm Por që nuk po kemi gatishmëri të Edhe opozitës. kjo është, nuk është, si me thonë, është sugjerimi jonë, bindje thellë jona, që ish dash me pas një bashkëpunim, sepse është vetmja rrugë që Kosovën me sjell në binar të duhur. Është rrezik tejet i madh, edhe sipas tyre, edhe sipas secillit që përcjell politikën në Kosovë, është rrezik tejet i madh me besu edhe 4 vite tjera qeverisën Kurtit. Sepse cila është gjuhat, cila është komenti yt pas skandaleve të Kurtit, kur ti ke pas mundësin, me çfarë kauze dalë zgjedhjet ti. Duke thonë që ka merrzu Albin Kurtin, duke pritë që kemi marrë 50% për merrzu vetë Albin Kurtin. Po në fakt, ne kemi edhe një institucion i cili për momentin po rrin dhe po shikon. Po. Është institucioni i presidentës, e cila ka shkruar një letër ku thotë që ju ftoj që të dilni nga kjo situatë duke respektuar kushtetutën e vendit. Në fakt, ka shprehur tek në fund të letrës gatishmëri, ku thotë që në rast se keni nevojë për konsulta, mund të takohemi edhe me mua, mirë po që vazhdimisht është në heqje karshi kësaj situate, madje sot gjendet në Finland pas një ftesë që ka bërë homologu i saj. Pse ky veprim i zonjës Osmani? Pa i dorë në zamër nuk është që ka shumë në dorë presidenti Osmani, mundet nuk ka mujt me u përfi. Pyetja që e boni Avni Dehari drejt presidentës ishte totalisht gabim edhe u sqaru, sepse nuk është që presidenti ka mundësi me zgjidh diçka në këtë rast. Në anën tjetër, po ashtu kjo kallëzon një amatorizëm të partisë në pushtet, sepse edhe vetë ligji që u përmend më herët, ligji për qeverinë, është një ligj i cili është bën vitin 2022. Pra është një ligj cilën këta vetë e kanë bo, edhe cilën as nuk e kanë ditë cilat janë pasojat e saj. Në anën tjetër, po e shohim që për gjatë kësaj kohe janë duke shkel këtë ligj sepse janë duke vazhdu me ushtru detyrat e tyre në qeverinë e Kosovës. Zotëri Zoqeri, sipas jush, kjo heqje e presidentës, por në anën tjetër është edhe ky bloku politik, si mund të shpjegohet, ose kush duhet të ndërhyrë në këtë mes? Zgjedhja është që partia e parë, e cila ka marrë një numër substancial të votave, 42%, me 28 deputat, ku për 4 vite jenë mësuar arrogancën e numrave dhe pju duket. Sigurisht, tashti realiteti i mëson tjetër ndryshe dhe duhet që të krijoj marrëveshje politike, kompromise politike me parti tjera për të themeluar zgjedhur kryeparlamentarin dhe themeluar qeverinë. Në rast se dështon partia e parë, unë mendoj se zgjidhja më e mirë në një situatë të tillë është që të shkohet në zgjedhje tjera. Në asnjë mënyrë nuk duhet që të opozita të krijon qeveri, sepse është rrezik dhe vetëm sa bjen ujë në narrativën politike të vetëvendosjes. Pozicioni i presidentit është pozicion jo shumë me një rol të veçantë në këtë situatë. Është mirë që rrin larg kësaj situate, ka afruar që të ndërmjetësoj, mi po edhe njerë obligimi kryesor për krijimin e numrave, për krijimin e qeverisë i bjen dhe të zgjedhjes së kryeparlamentarit partisë së parë. Po, a është Kurti lideri që bën kompromise? Jo. Çka i mungon në këtë aspekt? Po, dëgjoj, duhet të shihet që ai është një lider i të cilit i mungon aftësia për kompromise. Dhe kjo nuk duhet që të përsëritet vetëm në televizione ose prej analistëve. Kjo duhet të shihet dhe të përjetohet prej popullit, prej atyre të cilët votojnë. Vetëm kur e përjeton këto ai që voton, atëherë ka me pas zgjedhje, ka me pas ndryshim politik. Mi po duhet të përjetohet kjo në korrez tek të gjithë votuesit në Kosovë, si për mirë, si për keq. Atëherë mundet me pas ndryshime. Mi po nuk ka ndryshime nëse ti përdor logjika të njëjta, narrativa të njëjta politike që vetëm sa e forcojnë këtë lider i cili i mungon aftësia për kompromise. Përmendët që është absolutisht Kurti është politikan i kompromiseve. Kurti e ka një proces që e ka ndjek tërkohën në kompromise. Besoj që ju kujtohet viti 2019.
u emëru Glauco Njufca, e zëvën kryetor të kuvendit, pat kërkesë prej LDK-s, u hoq. Kërkush në Kosovë nuk ka besu që Kurti hek Glauco Njufcën prej kryetorit kuvendit. Politika e Kurtit në negociata ka qenë gjithmonë e njëjta. Deri në fund, pra i teston krejt limitet, deri në fund reziston, ndërsa në fund bën kompromise. Kush e kish besu që Kurti e pranon marrëveshjen e Brukselit dhe draftën e zbatimit në Ohër? Kurti ka përfundu të pranoni marrëveshjen, ndonse nuk e ka zbatu, ajo është një obligim të jeti madh për Kosovën, ma i madh se sa që ka qenë marrëveshja vitit 2013 dhe vitit 2015. Kurti bën kompromise të vazhdueshme. Na e kena po qoftë në veri, kur ka qenë çështja e barikadave, ka rezistuar deri në fund, ka hek dorë. Ka kriju tensione të vazhdueshme, i ka shty ato deri në limitet e fundit, mirë po në fund ka bo kompromise me secilën prej tyre. Qoftë në marrëveshjen për energji, nuk e di nëse ju kujtohet marrëveshja për energji, në vitin 2015 ka qenë pjesë e një peticionit cilën ne kemi bo, e që i ka pos 205.000 nënshkrime, me cilën e kena kundërshtu. Në fond, Kurti ka përfundu duke pranuar atë marrëveshje. Ka përfundu duke pranuar marrëveshjen për letërnjoftimat ilegal, për torgat ilegale. Pra bën kompromise të vazhdueshme, mirë po provon me i shty deri në fund. Edhe në këtë rast, Kurti nuk po thotë që nuk bëj kompromise. Dimal Bohosha tha nuk na kena me bo kompromise, po nuk po dojna me bo kompromise për kryetorin e kuvendit. Në fund, nëse Kurti përfundon duke u detyru me bo kompromise edhe për marrëveshjen për kryetorin e kuvendit, ka me bo kompromis një që shka bo me Glauco Njufcën. Nuk është që Albulena Haxhiun e kursen më pak se Glauco Njufcën, sepse tash më ka një praktik tillë. Interesante. Po. Nuk ka bo asnjëherë Kurti kompromise për sa i përket pushtetit. Po, zotëri ka pyetjen e fundit. E ka ndrru. Unë po zjelli pori. Ajo është lëvizje taktike. Asnjëherë nuk ka bo kompromise për ndarje të pushtetit. E kam pyetjen e fundit. Më herët tha që një qeveri e opozitës mund të jetë rrezik. Konkretisht çfarë rreziku mund të kanoset nga një qeveri e tillë? Anatemohet 42% e votuesve të Kosovës, që tillët kanë mendi veten të tradhtuar, kanë mendi veten të pa përfaqësuar dhe kanë mendi veten të cilët si një grup ndaj të cilët ju është bë një padrejtësi jashtëzakonisht e madhe. Kështu që nuk ka dëgjoj, në rast se kem në sistemet parlamentare evropiane, zakonisht përqindja shkon 22, 23, 27, a tjetra i ka 24, dështon 27 që e merr partia që i ka 24. Ta zojmë në këto numra, mi po jo kur një parti i ka 42%. Është jo logjike. A beson ti dhe se nuk kja do të krijonte kontraefekt total në skenën politike të Kosovës. Nuk mundet të anashkalohet prej pushtetit një parti e cila i ka 42% të votuesve. Do më thonë kjo do të mund të ishte e rreziku që përjashtimi i partisë të madhe, jo do një rrezik tjetër. Kjo do të jetë një rrezik dhe mandej në zgjedhjet e ardhshme, të cilat janë vitin e ardhshëm për shkak se nuk ka konsensus për presidencë, ne do shohim një rikthim ndoshta edhe më të madh të vetëvendosjes nga një revolt politike e një grupi substancialisht madh të elektoratit të Kosovës, të cilën e kanë di veten të tradhtuar. Dhe nuk është produktive kjo. Nuk sjell kur gjë të mirë. Sigurt dramat në Kosovë vetë se kanë filluar. Dramat kanë filluar dhe si duket do të vazhdojnë, ne shohim se çka do të prodhojë edhe seanca e së premtës, ndërkohë që ne ju falenderojmë që ishet pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. E ne kështu kemi arritur në fund të pjesës së parë, shkëputemi për pak minuta marketing dhe rikthehemi në pjesën e